Na nuk e gjujmë kur poshtë ushqimin që na metet, gjithmonë e nxejna ka 2-3 herë e mas ne e hajna. A ka rrezik me u infektu ose mu helmu? E mira është që shumica e neve vijmë prej familjeve tradicionale, asnjëri nuk është mjek. Mirë po, për çudi, për shkak të përvojave që e kanë ditë cili ushqim është për mu gjujt, cili është për mu rujt, a do të me nxe, a do të me rujt në ngrime, a do të me rujt vetëm në ftofje. Mas pare, secili njeri e ka një lloj ideje se cili ushqim duhet më rujt, cili jo. Nuk ka asgjë të keqe me ushqimet e mbetura ose leftovers që i themi ne, edhe ngrohjen e ushqimit për mu hangër në ditën tjetër. Madje edhe në aspektin njerëzor, po edhe mjekësor, nuk është e shëndetshme ose nuk është sjellje e mirë hudhja e ushqimit tepërt. Sepse sot jetojmë në një kohë ku njerëzit vujnë. Dikush ne kemi dy probleme, në ushqyeshmëria edhe mbyll ushqyeshmëria. Domethënë prapë kemi probleme të tipit paradoksal. Kështu që hudhja e ushqimit nuk rekomandohet, secili e din masën për familjen e vet sa gatun ose sa blen, kështu që nuk po besoj që frigoriferat tonë pëlqasin prej ushqimeve të tepërta, na ka mbet një copë mish të ruajnë për nesër, sepse pse me hudhë.